dhe nuk do lëm asgjë pa bërë si ministri që të krijojmë kushte, qoftë për zgjerimin e ateljes së Marubit me një godinë të re që duam ta shpronsojmë këtu afër për ta zgjeruar hapësirën që ka nevojë Marubi për gjithë aktivitetet e veta dhe qoftë për gjithë atë rrjet të ri muzesh që Shkodra ka nevojë përtej Marubit, që ta arrim të kemi një themi vizitor në qytetin e Shkodrës, i cili të ketë një itinerar dhe një zgjedhje dhe një menu shumë të pasur, muzesh, ndalesash, destinacionesh, eksperiencash, të vogla, të mesme, të mëdha, të cilat do të jenë mbi 20 në programin e ri dhe në projektin që ne kemi me Bashkinë e Shkodrës, për cilën kemi folur edhe sot me zotin Beci, i cili tashmë ka marrë mbështetjen dhe financimin, dhe ku ne do të bëjmë çmos që të ofrojmë të gjitha arkivat, të gjitha fondet tona, të gjitha themi mbështetjet e nevojshme që mund të kemi për të bërë të mundur që këto muze të jenë së shpejti në Shkodër një realitet dhe të jetë një rrjet i cili të jetë i vizitueshëm edhe me biletë unike, edhe me një informacion dhe me një orientim shumë turistik, po edhe kulturor, historik, sepse është një qytet që ka një ndjeshmëri të jashtëzakonshme për artin dhe për historinë.